4 gjëra që vrasin më shumë se pirja e duhanit. Sigurisht të tërë e din që unë jam armikun tim kryesor të shëndetit kam duhanin. Por, për të thënë të drejtën që mos të bijem dhe shumë qaf atyre duanxhinëve. Këto 5 gjëra vrasin po njësoj sa duhani, ose ndoshta edhe më keq, sepse duanxhinët kanë këtë të mirë, ata që e lën duhanin, risku kardiovaskular me lënien e duhanit fillon që në ditët e para bie dhe kështu vazhdon me javë, muaj e me vite. Risku për kancer nga pirja e duhanit, për fat të keq, mbetet gjithmonë aty. Por që mos ta zgjasin shumë, numri 1 gjëja që vret më shumë se duhani është hipertensioni arterial. Hipertensioni është problem sepse shumë njerëz nuk e din, nuk kanë simptoma dhe ai të vret avash pak nga pak. Në moment që diagnostikohet, shumë shpesh ka ndodhur disa dëmtime. Dëmtimet janë në sy, në tru, në zemër, në veshk e tjerë. Pra, kujdes hipertensionin arterial. Numri 2 që vret më shumë se duhani janë 2 ushqime që dua t'i fus bashkë se nuk i ndaj dot. Këtu futet ushqimet të cilat janë me vaj të skuqur, katastrofal, dhe e dyta janë mishrat e përpunuara. Vjen shumë keq, po tërë sallamra, proshutra e këto qa janë, më thet thash, janë të tëra për shëndetin kardiovaskular shumë të këqija. Nuk po i zgjatën fare, e dini vetë qa mishi është, kile mishit kaq, kile sallamit 2-3 herë më lirë, nuk po i futën fare. Numri 3 që vret më shumë se duhani është jeta sedentare, pra mos kryerja aktivitetit fizik. E thënë në mënyrën më ekstreme, do me thënë, ato muskujt, sidomos muskujt e këmbëve, janë në thonjza, si me thënë, një zemër e dytë që e ndihmojnë gjakun të veri të futet në qarkullim, pra e bëjnë atë kthimin venoz dhe ndihmojnë dhe përveç shëndetit kardiovaskular, ka rëndësi shumë të madhe se çdo organ tjetër ka ndikim të mirë në aktiviteti fizik. Muskujt, kockat, zemra, sistemi kardiovaskular, mushkëria, ende gjaku, truri, pra jeta sedentare ka njerëz që nuk bëjnë asnjë lloj lëvizje në ditë. Nuk duhet jetë ekstrem, po për shembull, minimumi 5000 hapa në ditë janë gjë që duhet ta bëjë çdo njeri. Numri 4 është gjithashtu për fat keq një gjë që shumë njerëz nuk kanë çfarë t'i bëjnë. Numri 4 është ndotja. Ndotja e ajrit, ne flasim shumë, po masa çdo njeri merr shumë pak. Ndotja mund të jetë si jashtë, për shembull kur jeton në një qytet shumë të ndotur, por gjithashtu ajo që duhet t'i vë theksin është dhe ndotja brenda në shtëpi. Ndotja brenda në shtëpi vjen në shtëpitë e pajër ose ramir nga, për shembull, ngroja me gaz apo nga lëndët që ne përdorim për të pastruar shtëpinë. Gjithashtu ato janë të rrezikshme për shëndetin. Dhe numri 5 dhe e fundit, por nga kjo numri 5 mos keni frikë se shqiptarët nuk preken. Numri 5 është vetmia, po jo në kuptimin e ndjesisë se mund të kenë ndonjëherë dhe të rinj, po ajo mungesa e kontaktit social. Mungesa e kontaktit social sjell dëmtime shumë të rënda psikologjike, psikiatrike që theksohen pastaj në moshën dhe këto çojnë në degenerimet e sistemit nervor, për shembull në mendohet, nuk po them, nuk ka të vërtetuar 100%, deri në demencë. Pra, këto 5 gjëra t'i keni parasysh janë shumë të rëndësishme. Ciao dhe kalofshim.